Në këtë edicion do të ndiqni. Homazhe nderimi në Prekaz, mira qytetarë vizitojnë varrezat e familjes Jashari. Arkivolet për varrimin e familjes Jashari u dërguan nga qyteti i Gjakovës. Hapësirat plot mbeturina në parkun e Lirisë, shqetësim i vazhdueshëm për banorët e zonës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në shënim të përvjetorit të 27 epopesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës, krerët të shtetit kanë bërë homazhe sot në kompleksin memorial Adem Jashari. Ata nderuan sakrificën e familjes Jashari për liri dhe pavarësi. Pas homazheve, kryeministri Kurti, presidenti Osmani dhe zyrtar të tjerë vizituan edhe kullën e Jasharëve. Për nder të 27 vjetorit të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, rënies heroike të dëshmorëve të kombit të familjes Jashari, në krye me kryekomandantin legjendar Adem Jashari, në Prekaz u mbajtën homazhe nga krerët shtetëror, presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe kryeparlamentari Glau Konjuca e të tjerë. Presidentja Osmani tha se sakrifica e familjes Jashari mbetet frymëzim për rrugën për liri dhe pavarësi të Kosovës. Ata luftuan shumë më gjatë, se sa vetëm për gjatë viteve të luftës, duke u shndruar kështu në emblem të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe njëkohësisht duke i shndruar kullat e Jasharajve në simbol të një kalaje të lirisë, e cila edhe sot e mbron Kosovën, e mbron lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e saj. Ndërsa kryeministri Albin Kurti tha se 3 brezat të Jasharajve, gjysma grafemi u flijuan me 5, 6 dhe 7 mars 1998 për çlirimin e Kosovës. 3 brezat të Jasharëve, 59 veta gjithsej, rreth gjysma gra e fëmijë, u flijuan me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 për çlirimin e Kosovës, për lirin, pavarësin dhe bashkimin. Epopeja e UÇK-s i dha një hov të pandalshëm kryengritjes dhe luftës çlirimtare, shpërthyen demonstratë gjithpopulore dhe solidaritet i papar historikisht ndërmjet shqiptarëve në Ballkan, por edhe gjithandej në Mërgat. E njëkohësisht edhe u vetëdijsua e ndërgjegjësua edhe publiku ndërkombëtar, edhe diplomacia botërore. Familja Jashari na mësoi se liria nuk fitohet pa dëshmorë, tha kryetari i Parlamentit të Kosovës Glauk Konjuca. Familja Jashari është krijuese e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është esenca e UÇK-s, e po ashtu e ka bërë edhe aktin më të lartë, aktin më sublim të sakrificës për lirinë e vendit tonë. Ata si familje e kanë pas të mishruar në zemrat dhe në shpirtin e tyre një të vërtet e cila e ka shpëtuar popullin e Kosovës. E kjo e vërtet është se liria nuk fitohet pa armë në dorë, duke luftuar me armë në dorë, dhe nuk fitohet pa i dhënë dëshmorët e vet. Krerët e shtetit pasaj vizituan dhe kullën e Jasharëve, ku u pritën nga kryefamiljari Baca Rifat Jashari. Mira qytetarë nga vendet të ndryshme të Kosovës e rajonit kanë vizituar sot kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Në shënim të epopesë së lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e gjithë hapësira në memorialin Adem Jashari ishte mbushur me vizitorë nga të gjitha vendet shqipfolëse. Në mesin e tyre kishte edhe nxënës të cilët në mënyrë të organizuar mësonin më shumë për historinë e lavdishme të Adem Jasharit dhe familjes së tij. Me rastin e 27 vjetorit të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, piktakimi i të gjithë shqiptarëve dhe jo vetëm ishte Prekazi. Mira qytetarë nga Kosova dhe trevat shqiptare nga mëngjesi bënin homazhe te varrezat e dëshmorëve të Jashareve dhe komandantit legjendar Adem Jashari. Në këtë vend njerëzit thonë se vinë çdo herë për të respektuar veprën e familjes Jashari, por dhe të gjithë dëshmorëve të kombit. Ne
Kur vim këto, sa kemi emocione kemi dhe krenari është zakonisht madhe. Për atë arsye se kjo vendi shenjtë për gjithë kombin shqiptar i cili e ka ato ndjenjat kombit e ka fjallë, sepse 57 antarët flijohen për çarsin kombëtar, antarët familjes, antarët shumë janë fliju, po kanë fjallën familja Ashari 57 antarë, kjo është ma shumë se mrekulli. E të ardhur sot për vizitë kishte edhe nga diasporat, e cilët shprehen ndjenjen emocionuese dhe krenarin sa herë shkojnë në Prekaz. Në lavdiktin e të dëshmorëve, edhe sot jemi të lirë të shoqërojmë e festojmë me tanat mijat e Zotit, edhe Zoti Allah edhe rinjes të bëhen sa më të fortë, mos morrin rrugë asi, po të bëhen sa më të fortë. Mos ta lëshojnë vendin e vet, po të bëhen si këta trima, vetëm bashkë mujna me bëhen diçka, jo me muthionër. Të gjitha brezat sot ishit të pranishëm në Prekaz, nuk munguan as nxënësit dhe mesimdhënësit. Është ndjenjë krenarie, sa herë që vim këto dhe e përjetojmë me një emocion shumë të thellë dhe realisht mundohem që çdo vetë të sjellë nxënëse dhe ta përkujtojmë këtë ditë dhe ta shënojmë me sadopak me ndonjë aktivitet, qoftë në shkollë, qoftë edhe këto. Kemi orë në Prekaz për ndër të festës së epopejës së UÇK-s, kemi orë me vizitu Prekazin për mi nderu familjen e Asharit dhe gjithë dëshmorët që kanë dhënë jetën për këtë liri që ne po e festojmë tash. Një simbolik tjetër e rëndësishme binde në sy sot në këtë ditë krenarie. Në hyrje të kompleksit Adem Jashari, Fatjon Gashi nga Skënderaj i kishte vendosur një punim me lule për nder të 1432 fëmijëve martir të vrarë nga serbët në Kosovë. Sot për nder të epopejës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës kam realizuar një projekt për 1432 fëmijë martir të Kosovës, që kam dashur me tregu që hinë edhe këta në historinë tonë kombëtare. Do me thonë, ky projekt është për mi kujtu gjithë ata engjëj tonë cilët i ka vra gjenocidi shtetëror i Serbisë. Kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz është ndër vendet më të vizituar në Kosovë dhe nga viti 1999 deri në dhjetor të vitit 2024 ka shifrën e 15.500.000 vizitorëve. Mbetemi te tema njëjtë dhe sjellim rrëfimin e aktivistes Mevlyde Saraçi, e cila bashkë me një person tjetër kishin dërguar arkivolet në Prekaz për varrimin e antarëve të familjes Jashari. Ajo thotë se rrugën drejt Prekazit e konsideruan se rrugë të vdekjes për shkak të rrezikut që kishte. Me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, Kosova përjetoi masakrën më të rëndë, atë të familjes Jashari. Të gjithë antarët e vrarë të familjes Jashari u varrosën në rrethana shumë të vështira. Aktivistja Mevlyde Saraçi në një rrëfim për mediumin ton ka pohuar se Gjakova kishte marrë përsipër dërgimin e arkivoleve në Prekaz për të gjithë të vrarët. Me organizimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me iniciativën e presidentit të LDK-s të Republikës Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, Gjakova e mori përgjegjësinë që të siguron arkivolet. Dhe i siguroi arkivolet sepse ne dallonim nga komuna tjera, Gjakova që herët ka bërë varrime me arkivolet. Dhe kemi pasur këtë mundësi t'ia ofrojmë edhe Prekazit në mënyrë që të mos humben gjurmët e krimit. Ktu ka qenë qëllimi. Sepse nëse një betejë e Prekazit do t'i humbë të gjurmët e krimit dhe nuk do të mundim t'i gjenim eshtrat, atëherë sigurisht nuk do ta kishte jehonën që e ka sot. Meritat për dërgimin e arkivoleve në rrugën e vdekjes, siç e quan Saraçi, janë të gjithë degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Gjakov, por vetëm 2 persona u nisën drejt asaj rruge të vështirë, thot ajo. Meritor janë të gjithë. Janë Kryesia e Lidhjes Demokratike, Presidenti Rugova, Dega e Lidhjes Demokratike në Gjakov, por me seks veçantë, pa modesti, jam unë ajo që më gjithë në majtë kamionës, me Qemail Hajdarogën dhe kemi shku në rrugën e vdekjes. Me gjithë ndihmën e të gjithë tjerëve, ne jemi ata që jemi ballafaquar rrugës me kriminalet sërbë dhe shumë vështire kemi pas të dërgojmë këto arkivole dhe më vështire kemi pas të kthehemi. Unë gjithmonë e përmend zotin Qemail Hajdarogë, të cilin për herë të parë kom parë adet dhe për herë të fundit. Kur në jetë nuk e kam njohur.
por nuk do të harroj asnjëherë sepse po të mos ishte ai, guximi i tij dhe kamioni i tij si bartë arkivole, sigurisht aso nuk do të mund ta Krahas rrugëtimit sfiduese dhe koha e dorëzimit të arkivoleve për familjen Jashari ishte e kufizuar, tha Mestiera Shtaraçi. Në momentin që kemi mbri, neve na kanë dhënë afat vetëm 15 minuta që shkarkojmë arkivolet dhe të nisemi, për ndryshe kemi qenë të rrethuar nga shtëpit afër ku kanë qenë të vendosur arkivolet me snajperes. Dhe policët të cilët kanë qenë afër nesh na kanë urdhëruar urgjentisht të shkarkojmë. Jemi detyruar për 15 minuta ata lëmë atë vend, të shkarkojmë dhe më njëherë i kanë vendosur kufomat. Pastaj ka ndodhur rivarim me ditën e nesërme, sepse me dërgimin e arkivoleve, policia serbe ka detyruar atë natë të varrosen. Dhe deri në orët e vona i kanë hapur varret me shumë vështirësi sepse ka qenë kohë shumë e ftoftë, shumë e thatë. Për historinë e dërgimit të arkivoleve në Prekaz ka dhe një rrëfim Hoxha Osman Musliu, i cili me 10 mars të vitit 1998 ishte ndër të parët që i pa të vdekur trupat e familjes Jashari. Me 10-in kam ardhur kur kanë qenë kufomat xhenazet e Jasharëve të servisi lahtë të shile që i kemi thënë ne. Edhe ka qenë bukur vështirë. Nuk ka qenë letë 56 kufoma, tani edhe 3 kufoma që ne i kam pru të komunitetit ram. Mon emocione, dhimbje, mirë po në realitet, ta kreta të emocione të dhimbje tash në shëndru krenari. Liria e shqiptarve, pik fillimin e ka të Adem Jashari, të Shaban Jashari, të familja Hamza Jashari, të familja Jashari, edhe përsta duhet me ko krenar. Sulmi ndaj familjes Jashari ishte kritikuar edhe nga organizata të ndryshme ndërkombëtare, si dhe nga Amnesty International. Kujtojmë se Adem Jashari dhe sakrifica e familjes së tij u bën simbol i lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Bllokimi i trotuareve në kryqëzimin e rrugëve Sadedin Shehu e Yll Morina po ndodh tash që sa kohë për shkak të punimeve në një objekt banesor. Kjo situatë ka vështirësuar ndjeshëm qarkullimin e mësorëve, veçanërisht në afërsi të shkollave, duke rrezikuar sigurinë e nxënësve dhe kalimtarëve, na thanë qytetarët prapa kamerave. Medium Ynë ka raportuar disa herë për bllokimin e trotuareve për shkak të ndërtimeve që bëhen në qytetin tonë. E ky problem po është edhe në afërsi të shkollës Yll Morina. Trotuaret janë hapësira të dedikuara për lëvizje të mësorëve, mirë po kjo në të shumtën e rasteve nuk ndodh, pasi ato bllokohen. Makinat janë ato që zakonisht bllokojnë trotuaret, ndërsa tashmë edhe objektet banesore private po paraqesin pengesë për lëvizje të mësorëve. Rasti i tillë është në kryqëzimin e rrugëve Sadedin Shehu e Yll Morina, ku trotuaret janë përkohësisht të bllokuara për shkak të punimeve private, ndërsa një pjesë e objektit është ndërtuar përmbi trotuar. Tjetër detaj që lehtësisht bie në sy është një balkon i ndërtuar në afërsi shumë të madhe me në të cilën janë të vendosur semaforët e kamerat e qytetit, të cilat lehtësisht mund të arrihen nga balkoni në fjalë ose të dëmtohen derisa po kryhen punimet aty. Bllokimi i trotuarit nga punimet ka vështirësuar ndjeshëm qarkullimin e mësorëve, veçanërisht në afërsi të shkollave, duke rrezikuar sigurinë e nxënësve dhe kalimtarëve, na thanë qytetarët prapa kamerave. Ekipi i televizionit Syri ka provuar të kontaktojë me zyrën për informim në komunën e Gjakovës mbi këtë shqetësim të qytetarëve, por nuk kemi arritur të marrim ndonjë përgjigje deri në këto qaste. Hapësirat e parkut të Lirisë në Gjakov shumë shpesh janë bërë temë diskutimin nga banorët e kësaj zone. Ndonëse se parku është në menaxhimin e Bashkisë Islame, qytetarët kërkojnë mirëmbajtje më të mirë. Mbeturina të hedhura gjithandej dhe mungesa e mirëmbajtjes po shndrojnë parkun e Lirisë në një vend të papërshtatshëm për vizitorët. Kështu na tha njëra nga banorët e kësaj lagje bukurie Zenuni. Shqetësimin e njëjtë ndajnë edhe banorët tjerë, të cilët kërkojnë që autoritetet të marrin masa për pastrimin dhe rregullimin e parkut. Mirë kishen më rregullu ky park moti, se shumë vështirë me dalë fëmija është prej qenëve ndacak që po janë këtu. Po dhe kur farë parki do me thonë lojna, diçka që pjesën knevile me rregullu, bërlag, sen s'ka diçka su frekuentu najsen mirë me bo naj lullja, najsen. Bile me dalë edhe na që aty me najt, po shka me bo, tash moti qështu është që kë, se ma i menun që ku marë që kë park qështu është, thera, sene, s'ka, kur farë
s'ka ndërmarrë kur gjo, njëherë për njëherë. Edhe krye imami i Bashkisë Islame në Gjakov, Visar Koshi, e konfirmon se hapësirat e parkut shpesh nuk janë në gjendje të mirë, duke shtuar se parku i Lirisë është në pronësi të vakëfit dhe sipas mundësive që kanë mundohen ta mirëmbajnë. Kjo pronë është pronë e Bashkisë Islame, edhe normal që si pronë e jona ne mundohemi që ta ruajmë, mundohemi që të kujdesemi për to, mirë po kemi pas edhe disa pengesa të ndryshme të cilat kanë hasë gjatë kohës. E di disa qëllime që kanë qenë jo të mira ndoshta për ta ndot ose për ta lënë në gjendje jo të mirë po janë marrë disa aksione, disa herë. Ne nuk mujmë vazhdimisht të jemi prezent aty, mirë po me kalimin e kohës dhe me jetën që e bëjmë aty afër, kujdesemi. E dim që më herët kanë qenë varreza ai vend, mirë po është pastru, pikërisht nga organet atëhershme. Sot shfrytëzohet për diçka tjetër, por është një pronë private. Ashtu siç ne nuk pyesim për pronën private të dikujt, edhe të tjerët ndoshta këtu e kanë më lehtë sepse interesohen ndoshta park sepse bie në sy. Banorët e kësaj zone shumë shpesh kanë kërkuar që në këtë hapësirë të ndërtohet një kënd lojrash për fëmijët, por kryeimami Koshi ka dhe një përgjigje për këtë. Ne po shpresojmë që në të ardhmen nëse ka ndonjë donacion ose ndonjë bamirës i cili mund të kontribojnë në këtë aspekt, ne do të shohim mundësi, do të kuptohet me angazhimin tonë, me projektet që na lejojnë, do të thotë me lejimet edhe nga urbanizmi, edhe nga organet më të larta të Bashkisë Islame. Problemet me mos mirëmbajtjen e parkut të Lirisë në Gjakov janë prej vitesh dhe shumë shpesh qytetarët kanë shprehur shqetësimet e tyre për prezencën e qenëve endacak, barit të rritur dhe mbetorinave të shumta. Shqetësimet për mungesën e barnave në barnatoret e qytetit po rriten nga dita në ditë, edhe pse rezervat po bëjnë disi të menaxhueshme këtë situatë, kështu bëri të ditur farmacisti Gjon Gega, sipas tij fajin për gjithë këtë problem e ka tendenca për zbatimin e ligjit për unifikimin e barnave. Ligji për unifikimin e çmimit të barnave nga dita në ditë po sjell mungesë të barnave në vend. Kjo situatë ka filluar të ndjehet shumë, pasi po cënon edhe shëndetin e shumë prej pacientëve. Kështu ka bërë të ditur farmacisti Gjon Gega. Mungesa e barnave është për shkak të fillimit të aplikimit të ligjit për çmimet e barnave. Është marrë një vendim i Ministrisë së Shëndetësisë se me të parën shkurt fillon aplikimi i ligjit për çmime. Ne kemi kërkuar që me të vërtetë Ministria e Shëndetësisë të jep një afat tranzitor barnat që janë në stosje të shkojnë me çmimet e vjetra dhe mos të ketë probleme me furnizimin me barna që ka filluar të ndihet më të madhe. Momentalisht situata më kritike është me infuzione, do të thotë që mungojnë pothuajse gjithë territorin e Kosovës. Duhet merret një për sa më shpejt që më të kesh mungesa, mos rrezikohet jeta e qytetarëve. Rezervat e pakta të barnave po e zvoglojnë sadopak mungesën, por ato shumë shpejt mund të shpenzohen dhe situata do të bëhet vështirë menaxhueshme, tha farmacisti Gega. Për momentin kemi pak rezerva, e intentojmë menaxhu që për rastet urgjente i kemi në dispozicion për qytetarët tonë. Për momentin ka edhe pak rezerva, por jemi në komunikim edhe me depot që sa më shpejt na sjellin barnat dhe mos rrezikohet jeta e qytetarëve. Ai shpreson që Ministria e Shëndetësisë në këtë situatë të jap hapësirën e duhur për farmacistët, që barnat në stoqe të shiten me çmimin e vjetër. Pas 4 dekadash punë në sistemin arsimor është pensionuar sot drejtori i shkollës Fanoli Smail Haziri. Puna dhe angazhimi i tij si një mësimdhënie ashtu edhe në menaxhim u vlerësua shumë nga kolegët që bashkëpunuan me të. Drejtori i shkollës Fanoli në Dujak, Smail Haziri arriti sot moshën e pensionimit. Rrugtimi i tij në fushën e arsimit ishte rreth 40 vjet. E sot përmbylli punën e tij si drejtor në shkollën Fanoli, për çfarë u shpreh mjaft falënderues për stafin e shkollës, që ishin bashkëpunues me të deri më sot. Prej shkollës e Mindoraku jam përzgjedh këtë shkollë që jam edhe sot, ku po dalë edhe në penzion, që 2 vite kanë prit mirë edhe në këtë shkollë, edhe mu mi falimderu të gjithë cilët kem pas një harmoni të jashtëzakonshme mes veti
edhe deri më sot nuk kem pas asnjë problem. Drejtori Haziri u falenderua për kontributin e tij shumë vjeçar në fushën e arsimit edhe nga Drejtoria e Arsimit në Gjakov. E falenderoj në emër Drejtorisë së Arsimit për gjithë kontributin që ka dhënë në edukimin e brezave ndër vite. Profesor mësuesi Ismail ka filluar në atë kohë në Zabeli, kanë thënë, tani Bardhanic, në shkollën fillore dhe me vonë ka marrë dhe pozita udhëheqëse, siç ka qenë drejtor në Selman Riza, zëvend drejtor në Mendurak dhe së fundmi drejtor dhe në shkollën e juaj. I uroj ditëlindjen edhe pensionimin, shëndet dhe mbarësi në jetë dhe në familjen tuaj. Ndërsa mësimdhënësi Fadil Gaxheri kujton fjalët e para të drejtorit Haziri kur kishte filluar punën në këtë shkollë si drejtar. Me drejtorin Ismail kemi kaluar shumë mirë. Drejtori Ismail ka qenë bashkëpunues i mirë, jo si profesionit. Dhe fjalët e para më kujtohet që ka ardhur në kolektiv, tha unë kam ardhur si antar i ekipit të shkollës, jo si më udhëheq shkollën, por si bashkëpunues me ju. Dhe kështu ka vazhduar, ka ofruar ndihmën, ka bashkëpunuar me drejtorinë, me prind, me nxënës, me arsimtar, me të gjithë. Hazirit në fund ju nda mirënjohje nga Drejtoria e Arsimit dhe kolegët e tij të shkollës me rastin e pensionimit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga mot kryesisht i vranat e me diell, me temperatura që kanë lëvizur nga 0 deri në 18 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 2 gradë deri në 19 gradë Celsius, karakterizuar nga moti vranat e me diell. Edhe shtuna do të karakterizohet nga moti vranat e me diell, me temperatura që do variojnë nga 2 deri në 18 gradë Celsius. Ditën e diel pritet të mbizotrojë moti vranat e me diell, me temperatura që do lëvizin nga 3 deri në 20 gradë Celsius. Mot me diell e vranësira pritet të mbizotrojë edhe të hënën, me temperatura që do variojnë nga 7 deri në 20 gradë Celsius. Moti vranët e merreshje shiu parashit gjatë së martës, shoqëruar me temperaturë minimale 7 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 16 gradë Celsius. 7 deri në 18 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së mërkurës, karakterizuar nga moti vranët e merreshje shiu. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Homazhe nderimi në Prekaz, mira qytetarë vizitojnë varrezat e familjes Jashari. Arkivolet për varrimin e familjes Jashari u dërguan nga qyteti i Gjakovës. Hapësirat plot mbeturina në parkun e Liris, shqetësim i vazhdueshëm për banorët e zonës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.